محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, secili njeri në mënyrën e vetë synon lumturinë, ka qef me qenë i lumtur, ka qef me pas punë të mirë, me qenë rahat, edhe kur gjon këtë jetë mos mi aprish terezin. Megjithatë, kjo jetë funksionon sipas një rregulli të cilin Allahu i madhruar e ka parapa. Krijuesi i gjithësisë e ka bërë një farë rregulli që megjithatë këtu nuk ka rehati absolute. Kjo është jetë e sprovave, jeta e kësaj bote, sikur se kanë thonë, i ngjan vitit i cili përbohet prej 4 stinëve ku asnjëherë nuk e ki motin gjithmonë stabil. As është gjithmonë veç nxehtë, as gjithmonë veç ftoftë. Nganjëherë është kfjellët, nganjëherë vrant, nganjëherë bjen shi, nganjëherë nuk bjen e kështu me radhë. Çështo është jeta. Edhe në të gjitha këto stinë, edhe rrethana, edhe gjendje, ne kemi obligim edhe borxh me u përshtat. Për ndryshe, do të na prishet qefi edhe pavarësisht mundësive që i kemi, që më ja kriju vetit një komoditet relativ, kur na prishet qefi, as edhe ato pak mirësi që i kemi nuk mundemi me i shiju. Nga njerë na hecë mirë, po nga njerë nuk na hecë mirë, edhe ato përplasjet e jetës në base që nga njerë janë edhe goditje, do të me i shfrytëzu për me u këndel. Janë mundësi e mirë, kur njeri u shkundet për me i qelë sytë. Në vërtet, kur analizojmë jetën tonë të përditshme, janë shumë gjona që na e prishin qefin, na e prishin disponimin, nga njerë na hidhrojnë, nga njerë na zemrojnë. Mirë po, disa më të shpeshtat janë pikrisht ato që përballemi me to ma shumë, e një pjesë jo e vogël vinë pikrisht prej atyne që i kemi për rreth, prej atyne njerëzve me të cilët bashkjetojmë, nga njerë janë familjarë, nga njerë janë të afërt, nga njerë janë të largët, nga njerë janë të njofshëm, nga njerë janë të panjofshëm, edhe komunikimi me ta nga njerë din me marrë të atë pjetën. Në vend se me u kënaqë të komuniku, na dim me e hidhru njëri tjetrin shumë. Edhe kur flasime nuk i zgjedhim fjalët, padyshim që tjetrin e lëndojmë, ose ai tjetri kur nuk i zgjedh neve na lëndon, edhe ajo plaga që shkaktohet në zemër mbetet ndoshta për një kohë gjatë. Nuk e ka efektin sikur fillimi, sikur ma vonë, megjithatë e prish qefin shumë. Në këtë rast na duhet jemi të vëmendshëm edhe të vetëdijshëm për disa gjëra të rëndësishme. Nuk duhet të presim që krejt njerëzit me konë të mirë me neve, ashtu qysh të paktën ne si besimtar jemi të thirrur me konë të mirë me të tjerët. Madje as do të me insistu që unë po bëhna i mirë me ty, e ti detyrimisht bënu i mirë me mu. Në të vërtet, ai personi përballë teje, ai e ka obligim me konë i mirë. Mirë, po nëse nuk është ti prap, kjo s'do të me ta prish atë terezin e mirësisë. Nëse ti flet mirë, tjetri flet keq, kjo s'do të me qenë arsye për ty që me fillu edhe ti me fol keq. Nëse ti sillesh mirë, ai nuk sillet mirë, prap nuk është justifikim që ti me ju shmang mirësjelljes. Ti vazhdo me qenë i mirë në vazhdimsi, edhe kjo mirësia jote, edhe mirësjellja jote, të gjitha ato goditje që jeta i sjell nëpërmjet atyre që s'din me u sjell me neve, i amortizon fort. Kur jemi na të mirë, të sjellshëm, flasim mirë, e i zgjedhim fjalët, edhe kur tjetri s'ja din ranin, amortizohet shumë ajo ignoranca e tij. Ndërsa jemi dëshmitar që kur njerëzit ngatërrohen edhe përballen me ignorancë të dy palët,
Aty masanisht kanë situata vetëm të u përkeqësu. Për atë arsye kanë thonë plesën të kalumen, nëse të takohet një i mençur edhe një i pa mençur. S'ka konflikt aty, se i mençur e lëshë rrugën. Mirë po me u taku dy budallë, me u përplasë ndërmjet vete, aty konflikti është i pashmangshëm. Andaj konflikti kërkujna nuk i sjell mirësi. Përveç kësaj, nga njerë ne kemi zhgënjime prej njerëzve, jo për shkak të mënyrës tyre të komunikimit, po për shkak të mungesës së korrektësisë të ta. Edhe kjo shkakton lëndim, pa dyshim, po për me mbrojt veten prej këtyre lëndimeve, është mirë me ullë pragun e pritshmërive. Për arsye se sa ma shumë të pritsh prej njerëzve, ma shumë kemi u zhgënjy. E nëse edukon vetën tonë me prit ma pak, e ullë pragun, edhe thu, unë do të mundohem me u bo mirë kujt mundem, mirë por nuk pres që njerëzit me ma kthy të mirën me të mirë, atëherë edhe kur s'ta kthejnë të mirën me të mirë, edhe pse do të duhet me e kthy të mirën me të mirë, po ja që njerëzit nuk e kanë kuptuar dhe nuk e përjetojnë të gjithë këtë obligim njëjtë, atëherë ti veç je i përgatitur paraprakisht, edhe i thu vetit, po njerëzit që shto janë. Realisht, kur e lexojmë Kur'anin, e kuptojmë se njerëzit për një mend janë të çuditshëm. Përveç janë të lloj-llojshëm, disa prej tyre janë shumë të çuditshëm. Po kur e shohim se Allah i madhruar i begaton, e disa një pjesë jo e vogël tregon mos mirënjohës ndaj Allahut fuqiplot. E Allahu vazhdon afet me i begatu. Vazhdon me i toleru, atëherë na këtu e kuptojmë se jeta megjithatë vazhdon edhe pse mirësia jonë përballë e ka një jo mirësi, një sjellje të keqe të tjerëve. Andaj me mujt m'ja marr dorën të kësaj pune, që pe njerëzve mos me prit shumë, sigurisht që në jetën tonë do të zhgënjehemi ma pak. Po gjithashtu edhe me mujt me e bindë dhe me eduku vetën, se na e kemi obligim parimisht të sillemi mirë me njerëz, pavarësisht qysh na e kthejnë ata. Ne nuk provokohemi, ne nuk reagojmë që me u bë edhe na të këqijmë as andej. Edhe këtu sigurisht që do t'i kemi punët shumë mirë. Ajo që nga njerë na e prish qefin, na e që regullon disponimin, na bon mos me unim mirë, e qëto të që kjo pikë që po du me e përmend, shpesh herë edhe nuk e dim qka kemi. Njerëzit shpesh ankorë, thëmë, s'po nihna mirë. Qka ki, thëtë zdi qka kam. Që kjo mas shumë t'i vjen të ndërun vllazën, për shkak se nuk jemi aktive dhe nuk jemi të angazhuar sa duhet. Me mujt me angazhu vetën në punë të hajrit gjithsesi, në punë të mira. Edhe mos me ilon vetës kohë të zbrazët, ashtu që mendja që thojnë me ladru andej, edhe me napru lloj-lloj mendime nga njerë të atilla që s'mundum me i kontrollu, e që një pjesë e tyne janë negative, e pastaj na bojnë me undi keq. Kështu që angazhimi me punë të mira dhe me punë të hajrit nuk lën hapësirë për me elon mendjen me shku larg. Edhe e dyta, angazhimi me punë të mira dhe me punë të hajrit është njëkohësisht shmangje prej punëve të këqija, e të mos harrojmë që edhe gabimet tona që i bojmë, asnjëri prej neve s'është i pagabueshëm, edhe gabimet tona na e sjellin çat disponimin e kes, na lojnë me undi mirë. Nuk na lojnë me undi mirë. Edhe një pikë e tretë që nganjëherë njerëzit i bën me undi keq është mungesa e gatishmërisë për me menaxhu lakmin. E shohim një të mirë, një gjendje ekonomike, ose një të arritur në karrierën e dikujt, ose një sukses të tjetrit e kështu me radhë, edhe gjithsesi natyrshëm, secili prej neve, çdo mirësi që e shet e tjetri ka qef me e pas, edhe te vetja e vet, edhe këtu s'ka kur gjë të keqe. Mirë, po nëse fillojmë me ilon hapësir zilis edhe hasedit, atëherë na kena me vujt, ndërsa atë që e kemi që Zoti na ka dhënë edhe na ka begatu me te, s'kena me mujt me e shiju. Për këtë arsye që kjo te i kalohet duke u ndal me veten secili prej neve dhe me thon vetit, ti po e sheh filonit çka i ka dhënë Zoti, po ty atë ka dhënë diçka. Ty çka të ka dhënë. Edhe nalesh e numëron shëndetin, ose e numëron në radhë parë imanin, besimin, për arsye se nuk ka diçka që ta rregullon jetën
qoftë edhe në gjendje të smundjes, të varfrisë, të skamjes, të frikës, të pasigurisë, nuk ka diçka që ta rregullon jetën më shumë se besimi, se sa imani. Allahu ta ka dhënë imanin, të ka udhëzuar në rrugën e tij, ti je më i begatumi, edhe dush me qenë më i lumtuni. Pastaj ta ka dhënë shëndetin. Ishe njerëzit që ndoshta kanë pasuni, por nuk e kanë shëndetin. Ta ka dhënë harmoninë familjare, ishe njerëzit që kanë miliona, por ndoshta në shtëpi janë rahat. Edhe i kishin dhënë krejt ato me mujt me e kthy edhe një herë rahatin, edhe harmoninë në familje. Do më thonë, i matë sendet tua në ato që ka Allah i madhruar të ka dhënë, edhe e shojmë dhe rrullazën se me gjithë atë, se cili prej neve, me gjithë kërkesat që i kemi, me gjithë nevojat që i kemi, me gjithë ëndrat që i kemi, me gjithë ankesat që nga njerë janë me vend, nga njerë janë pa vend, të gjithë jemi shumë të pasur. Për arsye se këtë ujin e pastër i cili shërben, për me u pastru edhe me e shu etjen, e kemi me bollëk. A ka dikush prej neve që ndonjë ditë s'ka pas ujë me pi? S'ka asnjë. Do të thonë është punë e madhe kjo. Ajrin që e thithim, veç para mendo veten me pas nevojë për atë aparaturën e oksigjenit, e cila edhe tregon për vështirësinë frymëmarrje, po tregon gjithashtu edhe për çka? Edhe për shpenzime. Në vendet e zhvillume, me 10.000 euro kushton një ditë në spital me çato aparaturën e oksigjenit. Na e kemi pa pare. E kemi pa pare se Allah s'na lyp pare, por nuk është pa vlerë ky oksigjen cilin e thithim. Edhe me cilin jetojmë, edhe kur flasim, edhe kur dëgjojmë, edhe kur e kemi vëmendjen, edhe kur se kemi, do më thonë, frymëmarrja vazhdon në mënyrën më të mirë, zemra punon në mënyrën më të mirë, veshkat punojnë në mënyrën më të mirë. Imagjinoja atë i cili një herë apo 2 herë në muaj do të me bë dializë. Është sprovë, edhe është sprovë, po du me thonë nuk është gjendje e keqe, Allah ka zgjedhë me i sprovu, po ti veç shihe vetën e thuj, elhamdulillah që veshkat e mia pastrohen disa herë gjatë ditës, e unë hisë se marrë vesh, mirë na me punë tjera, se s'kam nevoj me e majt mendjen aty, a s'kam nevoj në fund ditës me e majt mendjen qysh du të me mbledh paret për me e pagu qatë faturë. Kjo i bjend në rrugëllazën se na me gjithat e jemi shumë të begatum, e jeta e kësaj bote funksionon simbas një rregulli cilin Allahu e ka para pa, nuk është jeta përgdhelse, as nuk është jeta e mëshirshme për asnjënin, se s'ka qenë kur gjatë historisë njerëzore. Kërkon jeta se ka përgdhel. Krejt njerëzit janë sprovu. Madje janë sprovu njerëz shumë më të mirë se na, që Allahu i madhruar i ka dashur, po i ka sprovu. Pse? Për arsye se sprova është mundësi për me ngritë dhe për me fitu shumë. Kështu që gjonat cilat na e prishin qefin, do të me u lonë gjithmonë një kapigjek, një derë të vogël për me kalu, mos me i nalë të na, se mbetet qefi dhe disponimi i prishën gjithmonë. Mirë po, na e prishin qefin, s'mundemi me qenë indiferent, mirë po i lojmë me kalu edhe merremi me gjonat pozitive, për arsye se pikrisht ato na japin vullnet për jetë. Allah na e mundsoft që me e kuptu mirë rregullin e jetës, ligjin e saj, me e kuptu se jeta i ka edhe ditë të mira, edhe ditë të këqija, edhe të bardha, edhe të zeza, të gjitha kalojnë, edhe jeta do të kaloj, ne pastaj jemi në një udhëtim të vazhdueshëm drejt Allahut fuqiplot, për çka shpresojmë edhe lutemi që ditën e takimit tonë me te ta bëj ditën më të lumtun tonën. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje prej Allahut për vetë edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kur flasim për ligjet e jetës, edhe për sprovat, edhe për të pakandshmet, edhe për gjithçka, asnjëherë nuk insistojmë që ne pra të dorëzohemi, edhe qështu ko ka jeta, s'kem qa me bëj. Jo, përkundrazi, duhet me e gjetë mënyrën qysh me u përballë me ato sprovat jetës, po me u përballë pikrisht ashtu qysh Allah i madhruar në mëson, edhe qysh a i pret prej neve për arsye se e vetmja ajo është formul e fitimit. Andaj, kur jemi këtu, kemi shumë nevojë me e njoftë Allahun. Kemi shumë nevojë që na me e formu një lidhje tonën me Allahun fuqiplot, e cila lidhje do të me qenë funksionale, e cilën na kena me e mirëmbajt, se ajo varet prej neve. Allahu i ka dhënë ofertë dhe mundësi secilit ja kalon derën qelë, po atë derë nuk e shfrytëzon secilit. Andaj varet prej neve, ne e shfrytëzojmë atë mundësi edhe e mirëmbajmë atë lidhje me veprat tona të mira. Prej atyne më të fjeshtave, deri te ato më të rëndësishme. Po, në radhë të parë duke e kuptu se Allahu nuk ka nevojë për neve,
ndërsa ne jemi të varur prej Allahut. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Allahu i madhruar është i gjithpasur, i gjithposhtetshëm. S'ka nevojë për askën, ndërsa ju jeni të varur prej Allahut. Kështu thot Allahu në Kur'an. Kur e kuptojmë këtë, ne pastaj e përjetojmë se edhe në situatat më të pakëndshme të jetës, veç Allahu mundet me na nxjerr prej tyne. Nuk dëshprohemi, thash, e ulim nivelin e pritjeve për mos me u dëshpru, mirë po kur jemi afër dëshprimit, se edhe dëshprimi është gjendje njerëzore me gjithatë, i drejtohemi Allahut me lutje, Allah mos na ço poshtë, mos lejo që na me u shkatru, mos lejo që na me dështu e kështu me radhë. Në këtë formë, domethënë, e menaxhojmë atë që nganjëherë për neve mundet me paraqit sfidë pothuajse të patejkalueshme. Në pjesën tjetër i shfrytëzojmë edhe sprovat edhe të pakëndshme edhe vështirësitë për me u forcu edhe për me u ngrit. Nganjëherë vjen një sprovë për me na tregu se na vetë duhet me ndryshu. Na vetë duhet me ndryshu, duhet me u bë më të mirë. Jemi të bë diçka gabim në jetën tonë, secili e din vetën. Kemi mundësi me u përmirësu, pra ndryshimi prej të keqës te e mira, ose prej të mirës ka ma e mira, edhe kur vazhdojmë kështu, kemi me e pa pastaj se të gjitha ato që jeta i sjell, edhe të këndshmet edhe të pakëndshmet, sikur edhe të gjitha ato stinë që i përmenda ma herët, edhe verën edhe dimnin kena me e dasht njëjtë. Pse? Se e dim se prej secilës kemi dobi edhe përfitime. Na mjafton motivim i mirëfillt me e majtë në mend ato që Allah i madhruar na e thot në Kur'an, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Ju edhe mund ta urreni ndonjë gjë në jetën tuaj, mirë po ta dini se ajo mund të jetë mirë për juve. Në tjetër vend thot wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. Ju edhe mund ta urreni ndonjë gjë, mirë po Allahun te ka lënë edhe ka fsheh një mirësi shumë të madhe. Andaj kur gjo prej kësaj që Zoti ka zgjedhur edhe ka caktuar, ne nuk do të urrejmë, por do të jemi syçel për të zgjedhur më të mirën e gjendjeve, pozicionimeve dhe reagimeve tona. Allah i madhruar na udhëzoft, na mundësoft se të jemi ashtu që ai është i kënaqur. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نخره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله